Gërvalla para OKB-s. Nuk ka Kosovë me tohi, ajo është gjuhë e Miloševićit. Ministri i Punëve të Jashtme në detyrë, Donika Gërvalla, në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tha se termi Kosovo me tohije është mbetje e gjuhës hegemoniste serbe. Gjuhë kjo e Miloševićit, tha ajo, dhe atyre që ende e ndjekin. Ajo tha se kjo shprehje është simbol i pretendimeve të Serbisë mbi Kosovën. Më lejoni ta sqaroj se nuk ka Kosovë me tohi. Nuk ekziston zonja dhe zotrinj. Kosova me tohi është një shprehje e qartë e ambicieve hegemoniste të Serbisë mbi Kosovën. Është gjuha e vjetër e Slobodan Miloševićit dhe atyre që ende e ndjekin, deklaroi Gërvalla. Ajo në këtë mbledhje po ashtu ceku se Kosova është shteti më pro NATO dhe pro amerikan në botë. Ne jemi vendi më pro NATO dhe më pro SBA në botë. Rreth 13.000 njerëz u vranë nga mizoritë serbe të nxitura nga Miloševići dhe ministri i tij gjatë atij gjenocidi ishte zotri Vučić, i cili sot është presidenti i Serbisë, u shpreh tutja ajo. Gërvalla bëri me dije se Serbia është kërcënim real, ku tha se makineria e propagandës së mediave nën kontrollin e Vučićit përhapur rrejtje. Ajo më tej tha se sjellja e presidentit serb është tradhti ndaj BE-s dhe luftë hibride ndaj fqinjeve.